Grupi i gocave aty në Big Brother, kush të pëlqen më shumë? Berkena, Xhodi, Selin, nuk e di, po Lore. aty do thoja po. Pse? Është një lean muscle, është një unë e shikoj me një sy tjetër, është një trup që mund të ndërtohet shumë shpejt edhe shumë kollaj. Aha. Se shumë ndahen trupat që disa kërkojnë shumë kohë që të formojnë një masë muskulare, pastaj ka të tjerë që formojnë shumë shpejt brenda muajit. Përpos palesës ty vetë për shembull, cila nga ato vajzat pëlqen më shumë ty brenda? Për shembull, nëse ti do ishe në Big Brother, me kë do flirtoje? Nuk e di mbase me të gjitha. Vërtet? Me të gjitha njëkohësisht? Po, flirtimi është pjesë që të intrigon gjithë jetën, kështu që nuk është se është një gjë shumë serioze. Flirtimi për mua nuk është një gjë shumë serioze. Po një në veçantë? Duhet të jenë dy, një bjonde dhe një brune. Bjonde është Brikena dhe Selin. Është dhe Lorna në fakt. Po. Mendoj që kjo Lorna? Po. Të pëlqen tipi besoj. Më pëlqen që është ka karakter të fortë. Më pëlqen që ka karakter të fortë. Po nga brunet? Nga brunet unë vetëm Lorën shikoj aty që është brune. Jo, Lorna është bjonde, them nga brunet këtë do zgjidhja. Me sa di unë Brune është Lore, është Xhodi deri diku. Po Lore është brune, që është brune tamam. Simpatik është. Brikena nuk të pëlqen? Nuk më pëlqen. Pse? Se është cilësuar si një nga vajzat më seksi. Unë mendoj që të jesh seksi është varet nga syri i një mashkull, është relative shumë. Secili shikon pjesë që pëlqen te një femër. Te unë për shembull është pjesa e fytyrës. Trupin unë e ndryshoj shumë shpejt, prandaj kjo është pjesa. Okay.